Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, duke qenë koherent gjithmonë me transparencë për gjithçka që unë them në fakt për juve, Gjesti dhe Egli që të dy ndodhen në Prishtinë. Unë e thash që do të ndodhe një lëvizje, do të ndodhe një diçka në momentin që Gjesti nxori këngën e prisja në fakt të kishte një lëvizje edhe nga ana e Eglit në rrjetin social Instagram, ashtu ndodhi. Egli pyeti se çfarë dëshironi një demo të këngës apo dëshironi të prisni coming soon, dhe në fotografi e kishte lënë të kuptojë që është në Prishtinë dhe është në studion ku Efi i bën këngët. Fifi, më falni. Në studion ku Fifi i bën këngët dhe nën kupton që Gjesti është në Prishtinë dhe Egli në Prishtinë. Ndoshta sonte mund të flenë të dy së bashku në banesë, ne këtë gjë e duam, por gjithsesi Egli e la të kuptueshme që është në Prishtinë. Lëvizjen e kanë të njëjtë dhe nga të gjitha këto lëvizje, publiku deri diku ka qenë i informuar me marrëdhënien e çiftit.